Është zhvilluar kampionati kombëtar për moshat U11 në ping-pong edhe kemi një fitues, edhe më vjen mirë që sporti i ping-pongut ka nisur edhe është kaq i kërkuar, kaq i pëlqyer dhe mbi të gjitha u jep mundësinë të gjithë atyre që duan të zhvillohen më tej në këtë sport të dalin kampion. Dhe jemi me 2 kampion në fakt në studio, por do ta nis prezantimin nga trajneri, do ta nis prezantimin nga zoti Dritan Laska. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se vini, kënaqësi. Faleminderit. Jemi me kampionin në ping-pong për moshën 11 vjeç, jemi me Martis Sostreni. Martis, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Mirë. Të shritur pak mendja që je kampion. Po. Pak, po. Pak, po, normal, se kampion. Normal, se tashmë. Jemi edhe me një tjetër kampion në ping-pong, jemi me Aron Koni. Përshëndetje Aron. Përshëndetje si jeni, faleminderit për ftesën. 16 vjeç? Po. 16 vjeç. Ti si ndihesh se ti je pak më i rritur se Martis dhe ndoshta ai menaxhon çik ndryshe këto emocionet apo dhe ti ndihesh kështu krenar për arritjen Po, gjithmonë kur arrin diçka të mirë, në fund ditës krenar ndihesh, po kur kam qenë dhe unë i vogël, herën e parë u ndjeva fiksi Martisi, nuk i shpjegoja dot emocionet e mia. Nëse tani sikur jam mësuar pak avash avash. Je mësuar avash avash dhe uroj shumë që të jetë vetëm fillimi një rruge gjatë dhe të suksesshme. Zoti Laska, për ta nisur bashkë dhe për të kuptuar pak, e nisim nga një e përgjithshme, si e kemi sot, po themi panoramën e këtij sporti në vende dhe si është qasja e të rinjve. Vitet e fundit kemi pasur një qasje dhe një frekuentim më të madh të rinis në veçanti, por pa lënë pas edhe moshat më të mëdhaja, themi, në aktivizimin e këtij sporti, sepse është një sport që nuk ka dëmtime, mund të luajë në çdo lloj moshe, që kemi një qasje dhe një frekuentim më të madh, jo vetëm nga moshat e reja dhe të vogla, por edhe nga të rritur gjithashtu. A vjen fillimisht si një sport që deri diku mund të shërbej për t'i argëtuar fëmijët apo të gjithë ata që duan të merren, e më pas kur nisin e merren kuptojnë që mund të jetë një sport që ti edhe mund të dalësh kampion, ashtu siç do të Martisi. Pikërisht në moshën e Martisit kemi edhe disa djemë të tjerë. E qëllimi është në këtë moshë është argëtimi e para, pastaj duke parë ecurinë dhe dëshirën, pasionin dhe talentin, ato të fillojnë seleksionimet. Edhe si thua nda në rrugët. Nëse do të bëjë të argëtimi apo do vazhdoj të ketë ambicie për të bërë. Po sa e vështirë është puna me ta? Zoti Laska, duke patur parasysh janë një moshë shumë e vogël dhe nuk e di pastaj a binden apo nuk binden, ai rigoroziteti apo përgjegjësia. Them drejtë, nuk fokusohemi ke moshë, nuk fokusohemi shumë ke disiplina. Si thasë më lart ke argëtimi një herë. Është e vështirë, por trajneri që ka edhe pak e kupton natyrën e fëmijës, diti trajtoj edhe të kaloj çdo tek të fëmijëve, domethënë. Martis kishte teka? Kam teka, çdo fëmijë ka teka. Martis vetë teka ke ti më? Jo, se kam teka. Kampion e teka nuk ka besoj, apo? S'ka. Martis, sa kohë ke që merresh me ping-pong? Unë kam diku dhe 6 muaj që merrem me këtë sport. Filloj si hobi, si çdo sport tjetër, më pëlqeu, si u luante, pa disa video në rrjete. Dhe fillova. Pas 6 muaj, dola kampion. Po si është e mundur? Edhe pyetje për trajnerin, për 6 muaj kampion? Për 6 muaj është talent. Është talent edhe ka punuar fort. Cilat ishin cilësitë profesor që pat tek Martis? Jo emocional në lojë, talenti. Merr thjesht gjën, jo të mbi ngarkohet nga emocionale. Gjërat që bën me qef, bën edhe më mirë. Edhe që punon fort. Ti vetë si u ndjeve Martis, sepse kemi dhe diplomën këtu, vendi i parë në kampionatin kombëtar individual që u mbajt tani vetëm pak ditë më parë për unë 11 vjeçar. Po. Si u ndjeve kur more diplomën, kupën, tregojnë çik. Istaj momenti njerë që kur shkova në finale, që kur kalova grupin në fakt. Kisha një ndjenjë, pastaj shkova kapa qerek finalen, gjysmë finalen, finale. Kur dika pastaj te finalja, nuk isha i bindur që do e fitoja, nuk i kam atë mendje, unë jam fituese, se edhe mund ta humbja. Po loza aq sa di, bëra më të mirën time. Fantastike. Shokët çfarë të thonë në shkollë?
A janë edhe ata kurështarë për të ardhur për të mësuar, apo ti e ke talent edhe është e pamundur që të zhvillohet më pas? E pamundur nuk është, unë theu bëra. A i fton të paktën? Po, gjithë, i kam thënë gjithë vajet lodhi, madje me disa edhe kam dalë lodh. Vërtet? Po. Si mendon, kanë të dhëna? Si ishe, si i gjykon? Tani, Jo se sporti ti, se e kuptojmë. Po jo, dhe ata po ushtrohen si mua du dalim, edhe më mirë. Ishte drejt Që ka dhe modest. që tha ka ca të dhëna që të nxjerrin kampion dhe me sa duket Marti se i ka. E ka yllin e ballë. Martis, kë ke patur sfidën më të vështirë, me që nëse përmënde çerek finalen, gjysmë finalen, kë ke parë si sfidën më të vështirë? Ishte me atë djalin që më dolin finale. Okej. Ishte dhe në çerek finale me atë dhe shkuam 2-2 me sete. Nuk i... Kundërshtari gjithmonë duhet jetë i fort për mua. Po. Po, dhe ajo ishte shumë i fort. Shkuam 2-2 me sete, fitova dhe atë ndeshje, në përndryshe dhe isha atë. Po. Po, prap, i fort ishte dhe aji, do me thënë, unë dzeh loja, si da. Po, bëhet me bukur loja, për janë dy kundërshtar të fort. Po. Aron Koni është i tjetër kampion. Aron, sa vite ke që merresh me Unë kam që merja me ping-pongu në mënyrë profesionale, flasën me profesorin, kam që nga mosha 9-10 vjeç. Dhe kam vazhduar rrekullisht. Tani po e shijon tamam besoj edhe të Po, se gjithë puna, gjithë djersa që unë kam hedhur në këtë sport, shfaqen në pa me rezultatet që unë vetë marr. Cili ka qenë kampionati më i rëndësishëm në cilin ke marrë pjesë edhe je ndjer mirë, ke fituar? Me i rëndësishmi, për mua personalisht, çdo kampionat që unë futem, është i rëndësishëm, sepse është me rëndësi që unë tregoj që kam bërë servite. E kërkon ti jesh fitues së çdo kampionat? E ke atë egon që... Po, normal që po, sepse dua tregoj që puna ime s'ka shkuar kohë, dua tregoj që kush jam vërtet. Po, me i rëndësishme për mua, ka qenë në 2023-shin, kur kam dalë kampion kombëtar për tritur, edhe për mua ka qenë shumë rëndësishme sepse asnjë shqiptar në atë moshë nuk ka dalë kampion shqiptar për tritur, më thënë thyva një rekord kombëtar. Tregova që me pak më shumë stërvitje, tregova që mund t'ja dalësh, më thënë t'arrish çdo qëllim që ti ke. Po ndërkohë nga trego pak për garën, për kampionatin në Herceg-Novi, apo jo? Po, isha të shtunën, mëra pjesë në një kampionat në Herceg-Novi, në Malin e Zi. Aty kishte pjesëmarrës nga shtetet Ballkanit, përgjithësi Bosnja, Mali i Zi, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Serbia e tjera. Unë aty luajta për kategorinë U19, ku arrita të fitoja vendin e parë. Fantastike, po nga tërgo pak si ishte, si përvoj sa të trëmbi, që nuk ishte vetëm kombëtare, pra vetëm mes vetes, po kishte edhe kampion të tjerë, se cili nga vendi i tij. Po, kur luan një kampionat ndërkombëtar, nuk i njeh gjithë lojtarët shumë mirë, sepse këtu në Shqipëri aq lojtarë janë dhe gjithë e njeh, për shembull e di, ky luan në këtë mënyrë, ai luan në këtë mënyrë. Kur shkoj jashtë, si njoh gjithë lojtarët dhe duhet t'rregojmë i kujdesshëm për çdo pikë, se di çfarë pikë të fortë ose çfarë pikë dobët lojtari që kam kundërshtar ka. Po çfarë i bën ping-pongu? E di çfarë, Ivan më fal, po e di çfarë, jo, çfarë u bën edhe në aspektin intelektual, se i shoh të dy shumë të artikuluar, shumë të rrjedhshëm, me mbrojnë mendimin e tyre, dhe më pëlqen. Duket që apo ka rastisur me këta dy profesorë. Ndoshta. Sa i takon garave në vazhdim, çfarë do kemi? Sa i takon varave në vazhdim, unë po përgatitem për 2 gara. Të premten të shtunë dhe dirin kam një turne në Prishtinë, Prishtina Open që do ketë lojtarë nga gjithë bota. Gjithashtu, pasi mbaroj Prishtina Open, do nisem të hënën direkt për në kampionat ballkanik, ku do përfaqësoj Shqipërinë për moshën U19. Sa bukur, profesor. A ka sipas jush një kampionat që e doni, ëndërroni, dëshironi që të dy djemt të kenë mundësi të shkojnë në një të ardhme edhe stërviten për atë? Cili është objektivi juaj? Objektivi është, si që tha dhe Aroni, kemi kampionatin ballkanik që zhvillohet tani së shpejti. Performanca në kampionatin ballkanik do të na japë një pamje më të qartë për ambicjet tona për në Europian edhe më tej. Martis, ti ku e ke garën tjetër? Po, garën tjetër e kam... Apo prit njerë, se sa fitova? Njerë të ndjej, shien... Po, ka kampionate prap, kemi atë të... Po ti do vazhdosh me këmbgulje, apo jo? Po, pas tani kam për vitin tjetër, 2006 kam qef u 13-ën. E lezetoj edhe Ivës ping-pongën duke do kupën. Po, kush të mbështet më shumë në sport, mami apo babi? Të dys. Të dy. Po, në qik më shumë. Ose kush emocionohet më shumë kur fiton ti? Po, të dy janë o emocionuan shumë. Po.
Edhe mamit njerë, po. Edhe Mami babit. po. Po për ty Aron. Po, për mua të dy emocionohen. Por babi ka një që shfaq më shumë emocione, sa mami e mban për brenda, po e ka dhe vërtet dhe ajo. Patjetër që po. Profesor, faleminderit që ishit në studio, faleminderit edhe për gjithë punën e bukur që bëni me këta fëmijë duke i nxjerrë kampionet, duke i zhvilluar më tej në sportet që dëshirojnë. Kjo është kupa jote, Martis? Po, ajo është e Aronit, kjo është e imja. Iva, të ndihmosh dhe këtë, okay. Ja dhe ku jemi të dy barat nga një kupë që mos thuash balet nuk ma dhe. Mirë të ishin dy kupat e... Bërë mirë se do kisha thënë atë batutën që themon. E keqja? Jo, nuk kemi të keqja nga brenda. Mirë, do të ndahemi sot bashkë dhe ju lëm takim sërish nesër me të tjera. Po, se kemi mbylluar si emisionin kështu si kampion. Po pra. Dhe shihemi nesër në orën 13:20 në ekranin e rë të SH1-d. Kalofshi bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit profesor Martis Aron, faleminderit. Faleminderit. Edhe shumë bukur këto. Shumë.